Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse mbi 20 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun, di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfojë me se s'bën. Lejoni ta mbyll duke ndarë me ju sinqerisht të vërtetën time lidhur me përgjegjësinë tonë ndaj jetëve të sakrifikuara të 4 dëshmorëve tanë dhe me zotimin tonë për të bërë drejtësi për 20 janarin. Ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn, përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur spakun dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon. Përmes organeve të drejtësisë, jo përmes partisë dhe qeverisë. Ky është fakti, këtë se luan topi, dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 20 janarin, të shikojë tek stacioni i trenit, deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Por drejtësinë për vetë 20 janarin, asnjë vjetërsirë e vjetër apo e re nuk do të mund ta mohojë dot pafundësisht. Ne këtu do jemi dhe këtu do ta mirëpresim. Vendosjen e këtij guri themeli, sepse 20 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Është një grop e hapur që vë në dyshim të fortë moralin e drejtësisë së re. Ashtu si kundër, drejtësia për 20 janarin është themel moral për drejtësinë e re dhe për shtetin shqiptar të së drejtës. Të tjerat përpara 20 janarit, siç e tha Marku kur po pinim kafen bashku dhe po e shtoj në fund fjalimit, janë si hetimet dhe gjyqi i kafeve të Nexhmijes.